Do të shkojmë në këtë moment me njëherë live tek Komisioni i Ligjeve, aty ku po diskutohen edhe vakancat e shpallura një ditë më parë nga presidenti. Rregullator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili ka për detyrë të hartojë akte të cilët duhet normojnë zgjedhjet e ardhshme të pjesshme për pushtetin vendor në 6 bashki, dhe jemi para mundësisë që mundet që komisioni mos të jetë në kohë. Megjithatë, ajo që është në këtë moment është data e dekretuar për momentin është nul. Sa kohë ka një çështje në gjykatë kushtetuese për të shqyrtuar dhe derisa të shprehet ajo gjykatë kushtetuese, ai dekret është në fakt i paqen. Presidenti mund të bëjë pirueta sa të dojë, por shkelja që ka bërë duke pranuar kërkesën e kryeministit dhe më pas duke nxjerrë dekretin është absolutisht në kundërshtim me kushtetutën. Kështu që pa u shprehur gjykata kushtetuese, nuk mundet të ketë një proces kushtetues të zgjedhjet të pjesshme në ato bashki. Duhet kishin bërë, kjo detyrë duhet të bërë më parë, mos kishin qenë 2 anëtarët e propozuar nga opozita para 5 vitesh që ta njoftonin, Kuvendi i Shqipërisë as e kishte fare në plan që të bënte veprimet e tij, prandaj jemi në këtë situatë, nuk është vetëm çështja e mos konstituimit të parlamentit, po themi në kohën kur po mbaronte mandati. Ata janë detyruar të dërgojnë për sa kohë nuk ishte asnjë lëvizje nga parlamenti. Kështu që ky është një proces që duhet të ndodhë patjetër, me urgjencë, të gjenden procedurat që garantojnë edhe aksesin e kandidatëve që duan të konkurrojnë, edhe transparencën, edhe vendimarrjen politike të parlamentit për të garantuar atë që është balanca që ligji ka përcaktuar në lidhje me drejtimin e këtij organi që bën pjesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Por edhe një herë ritheksoj, shkelja e djeshme shkelja e kushtetutës nga Presidenti i Republikës me dekretin që ka dekretuar datën e zgjedhjeve, duke pretenduar se nuk është në kushtetin e 115, është më keq se një lajsim kushtetues. Është një veprim me vetdije, me kokën ulur në urdhrin e kryeministit. Kjo tregon se si kanë rënë gjitha. Mundet që edhe gjykata kushtetuese të jetë në të njëjtat kushte. Këtu e keni degraduar gjykatën kushtetuese në këto vite. Por, mbetet për ta parë. A do ketë guximin të ngrihet dhe të mbrojë atë që ka mbrojtur në të shkuarën gjykata kushtetuese? Në të shkuarën nuk ka lënë milimetrin të lëviz në këto drejtime. Ajo që mund ndodhi, mund na çudis. Le t'i japim shansin e kësaj radhe, por ndërkohë Presidenti i Republikës ka shkel kushtetutën dhe ky është një veprim i cili hap derën precedentësh të rrezikshëm në të ardhmen. Zoti Bylykbashi, në lidhje me pikën e parë të rendit ditës, keni propozim konkret sepse duhet ngrem një komision, atëherë procedura është ky komisioni jon këtu do duhet përcaktoj 3 kolegë, 2 nga shumica dhe 1 nga opozita, që do të ndjekin procedurën e kësaj. Tani, ne propozojmë që zoti Gjiknuri dhe zoti Ermal Facaj nga majoranca të jenë pjesë e këtij komisioni ad hoc që ne krijojmë si komision ligjësh për ta ndjekur këtë procedurë pas këtij njoftimi. Nga ana juaj, kush do të jetë një antar të ky komisioni 3 antarësh që zgjedh komisioni ligjeve, që pastaj të ndjekin procedurën, se nga sot do të bëhet njoftimi në faqen publike të Kuvendit, ne do duhet përcaktojmë dhe një afat. Propozohet 20 ditë të jetë afati i paraqitjes letrave, por për shkak të urgjencës që ka, ky afat mund të shkurtohet edhe në 10 ditë apo në 15 ditë, por gjithsesi e vendosim ne tani këtu në komision. Tani unë në emër të majorancës këto 2 kolegë propozoj si komisioni. Shiko, të lutem pak, zoti Goreshi, është komision pune i joni ky. Njoftimi u bë, ne i kemi 2 antarë tonë, ju në mbledhjen tjetër, ndoshta kur ta sillni se në mbledhjen tjetër apo gjatë javës mund sillni dhe emrin e antarit tjetër të komisionit që të bëhen 3 kolegë këtu që të ndjekin procedurën. Atëherë unë mendoj që mbas këtij njoftimi, të lutem, do ta jap fjalën. Mbas këtij njoftimi,
unë propozoj që afati 20 ditor që na propozohet për paraqitjen e dokumentave nga ana e kandidatëve që do të shprehin vullnetin për të bërë pjesë e kësaj gare për të qenë antar të KAS-it, për shkak edhe të rrethanave që kemi zgjedhjet në datën 9 nëntor, të mos jetë 20 ditë, por të jetë një afat më i shkurtër. Është i mjaftueshëm, besoj zoti Gjiknuri, një afat 10 ditor. Pra, nga dita e nesër